që nuk kam kuptim që të vazhdoj të funksionoj kjo historikshme. Shkoni, ajo që ju tregova dje, 24 orë më pas, vazhdojnë nërdet të jenë këtu ke rruga dytësore që lidh rreth rrotullimin e Sevidës me rrotullimin e Pallatit në Shiqera. Dhe jemi mundur. Dhe jemi mund lagje, edhe një lagje me vila të ndërtuar shumë mirë. Kam një apel për ndërmarrjet e bashkisë, në radhë parë për të bërë pastrimin, dhe e dyta që është akoma më rëndësishme për policinë bashkiake, policinë e rendit, policinë rrugore, e gjithçka tjetër nga policit që vinë vënë gjoba për parkime dhe nuk vinë vënë gjoba pikërisht për të. Gjejnë përgjegjësit edhe të zhdukin këtë lloj gjendje nga rruga. Edhe do duhet t'ju them që në çdo pikë mbetjesh, është një njëjta histori. Po shikoni dhe atje te, edhe atje te është bërë njëjti pirk, dhe me sa duket gjithë ata që rregullojnë shtëpinë, për shkak se rruga është jashtë vëmendjes policisë, vinë dhe po ndosin në mënyrë kriminale çdo pikë mbetjesh me inerte në këtë rrugë, në këtë aks rrugor. Ejani dhe pastroni dhe vigjila policit të gjejnë përgjegjësit e këtij krimi mjedisor, që po bën në gjithë aksin e rrugës nga komuna e Parisit e në drejtim Pallatit me Shiqera në rrugën dytësore e Burrës së Autostradës.